Hëna e re e Ramazanit. Në Arabinë e shekullit të 7, qielli nuk ishte vetëm hapësirë yjesh. Ai ishte orë, kalendar dhe shenjë hyjnore, dhe asnjë shenjë nuk pritej me më shumë mall se hëna e re e Ramazanit. Kur shfaqej hëna e hollë në horizont, zemrat e besimtarëve dridheshin nga gëzimi, sepse ajo hënë nuk shënonte vetëm fillimin e një muaji, por fillimin e një udhëtimi shpirtëror. Profeti Muhammed a.s. e priste hënën e re me vëmendje të veçantë. Ai nuk e fillonte Ramazanin me hamendje apo llogaritje të paqarta, por me shikim të drejtë për drejtë të hënës sipas porosisë hyjnore. Kur e shihte hënën e re, ai ndalej dhe lutej. Një nga lutjet e tij ishte: O Allah, na e sill këtë hënë me siguri, besim, paqe dhe islam. Kjo lutje tregonte se Ramazani nuk ishte thjesht agjerim fizik, por siguri për shpirtin dhe drejtim për jetën. Lajmërimi i njerëzve. Në kohën e profetit a.s. nuk ishte minare me altoparlant apo njoftime publike. Kur dikush e shihte hënën e re, dëshmia i përcillej profetit a.s. Nëse dëshmia ishte e besueshme, ai urdhëronte menjëherë fillimin e agjerimit. Sahabët e shpërndanin lajmin nëpër shtëpi dhe rrugë. Ramazani hynte me thjeshtësi, por me madhështi shpirtërore. Nuk ishte ceremoni, por kishte bindje dhe gëzim të qetë. Këshillat e profetit në fillim të Ramazanit. Sa herë që afrohej Ramazani, profeti a.s. u fliste njerëzve me fjalë që preknin zemrat. Ai i kujtonte se ky muaj ishte muaj ku hapeshin dyert e xhennetit, mbylleshin dyert e xhehenemit dhe shejtanët lidhen. Ai këshillonte njerëzit që agjerimi të mos ishte vetëm përmbajtje nga ushqimi, por përmbajtje nga gjuha, zemrimi dhe padrejtësia. Profeti a.s. paralajmëronte se ka njerëz që agjerojnë, por nuk përfitojnë vetë se urin dhe etjen. Kjo ishte një thirrje që Ramazani të mos zbrazet nga kuptimi i tij. Ramazani, muaj disiplinës shpirtërore. Kur fillonte Ramazani, jeta e profetit a.s. bëhej më e thjeshtë, por adhurimi më i thellë. Ai e shtonte leximin e Kuranit, lutjet dhe sadakan. Ai nxiste njerëzit të ushqenin agjëruesit, të falnin namazin e natës dhe të ruanin lidhjet familjare. Ramazani ishte muaj ndreqjeje, jo ndëshkimi. Mesazhi i hënës së re. Hëna e re e Ramazanit, sipas mësimit profetik, ishte kujtesë se koha kalon, por mundësitë e pendimit kthehen. Çdo Ramazan ishte një shans i ri, një faqe e bardhë. Profeti a.s. e shihte hënën jo vetëm me sy, por me zemër të përulur. Ai na mësoi se kush e pret Ramazanin me sinqeritet, e pret mëshirën e Allahut. Kështu hynte Ramazani në kohën e profetit a.s. me një hënë të vogël në qiell dhe me një shpresë të madhe në zemra. Jo me zhurmë, por me lutje. Jo me luks, por me përulësi, sepse hëna e re nuk vinte vetëm për të ndriçuar natën, por për të zgjuar shpirtin e njeriut.